Çebaptoja Skenda në lagjën Dardania në Prishtinë është një prej vendeve më të njohura në kryeqytet për përgatitjen e çofteve dhe çebapave. Kështu që keni ardhur me vizitu, me hanë një drekë bashkë me kameramanin edhe me pa nga brenda këtë vend të bukur. Prej vitit 1976 është Çebaptoja Skenda në Prishtinë, kuptohet në lokacione të ndryshme. Siç e thamë edhe në fillim, ofron disa lloje të ushqimeve nga skara, ndërto qoftë edhe çebapa është e njohur më shumë jo vetëm në këtë lagje, por në tërë Prishtinën. Për mos me u zhgënjy, padyshim hajde në këtë vend shijoni qoftë çebapat, mishin e bardh, mishin e kuq, e pastaj besoj që s'keni vendruar më vendin. Kjo është një prej shumë mënyrave në Çebaptorën Skenda. Unë personalisht përësita do të thotë pak misht bardh, qoftë çebapa dhe një vishle, kuptohet, shkoj kemi sallatë dhe në djathë dhe kemi për ashtu petojkën. Ajo që është shumë e rëndësishme në këtë çebaptorë është që ushqimet, domethënë sa përket mishit, është halal. Vetë i prejnë, vetë i bojnë gati dhe gjithçka nga zeroja deri tek myshteria ose klienti, do thotë është përmes duarve të familjes që është pronare e kësaj çebaptore. Pra shumë e rëndësishme është që mishi është halal dhe vetë i prejnë dhe mishi është i tyre.